Miqtë mi të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë në studio. Faleminderit që jeni me ne, faleminderit sponsorit ton Golden Eagle Erotic. Ju tashmë e dini keni kanalin ton zyrtar dhe faqen tonë në Facebook me emrin Prive Klan Kosova, ku mund të na shkruani, të na lavdëroni, po edhe të na kritikoni. E tani vjen për ju rubrika e përjavshme, e vërtet e pa vërtet. Dafina Zeqiri, Adelina Tahiri dhe Rita Ora janë pjesë e kësaj rubrike. Kjo është plotësisht e vërtet. Singulli i fundit i këngëtarës Rita Ora ka rezultuar shumë i suksesshëm, mirë po në të njëjtën kohë i ka sjellë edhe shumë probleme këngëtarës. I Will Never Let You Down është prodhim muzikori i të dashurit të saj Calvin Harris, i cili nuk po ja kalon të drejtat autoriale Ritës, edhe si pasojë ajo nuk mund. Adelina Tahiri fryen buzët. Ky lajm nuk është i vërtetë. Të paktën kështu shprehet këngëtarja Tahiri, e cila e kontaktuar nga Prive, mohoi për ndërhyrje kirurgjikale. I gjithë dyshimi nisi nga një fotografi e publikuar në Instagram, ku buzët e Adelinës dukeshin më të fryra, por e gjitha kjo duket të jetë efekt make-upi, në të kundërtën pas lëshimit të tyre do vërehet ndryshimi dukshëm. Klipi i Dafit Ndjenjë tjetër i inspiruar nga Morshiba, kjo është e vërtetë. Këngëtarja Dafina Zeqiri të Anjëtën ka publikuar klipin e saj më të ri, Ndjenjë tjetër. Kompania Max Production me sa duket ka gjetur inspirimin tek spoti Even Though i këngëtarës Morshiba. Jo vetëm skena, por edhe pamja e Dafinës në këtë klip është e ngjashme me këngëtaren ndërkombëtare.